Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Fillimisht dua t'ju uroj një ditë të bukur, edhe pse nuk do të sjell një histori të mirë. Në TikTokun tim më ka shkruar një vajzë e cila dëshironte të ndanë historinë e saj personale dhe dëshironte që këtë histori ta ndanë me të gjithë ju. Unë e lexova sot në mëngjes edhe vendosa që ta publikoj. Një dramë, një dhimbje që gjithmonë e ka shoqëruar shoqërinë tonë, fenomeni të qenurit se është vajzë edhe duhet ta shtypim, është vajzë edhe nuk ka vlerë, është vajzë edhe jeta e saj duhet jetë e robëruar dhe duhet jetë në mekanizëm të tjerëve. Nga që është vajzë, nëse do të ishte djalë, do të kishte më shumë prioritete, është çuni i shtëpisë, është trashëgimtari i pasurisë e shumë gjëra të tjera. Vajza që më ka shkruar historinë quhet Eralda. Unë dëshiroja që ta lexoj në formën siç ajo e ka shkruar, duke mos ndryshuar asnjë fjalë, sepse dua të njëjtin emocion ta përçoj tek ju. Eralda vjen nga një fshat i Lezhës, por të ndajmë një historinë dhe unë do t'i them me patjetër një dy fjalë për Eraldën. Eralda fillon kështu, duke thënë: Tiranë, faleminderit që na dëgjon. Jam Eralda nga Tirana, thot. Nuk është se jam mirë me fjalët, po do mundohem të shkruaj dhe historinë time. Me pak fjalë, pavarësisht se më hapen shumë plak. Ne erdhëm në Lezhë, nga një fshat i largët ku atje s'kishim asgjë. As spital, as asgjë. Nga kjo gjë nuk u kuptua asnjë problem që kisha. Isha vetëm 16 vjeçë, kur familja ime arriti t'i bie në gjurmë gjithçkaje që unë kisha brenda vetes time. Por nuk ka se çfarë të më bëj askush, thot. Jam në një depresion të madh dhe aq mirë i dija problemet e mia dhe për këtë arsye se vajza nuk duhet të shkojë në ginekolog, thot, se është turp, se kështu ishim rritur, thot, me fantazma, dhe ka ardhur koha që familja Eraldën e ka çuar jashtë shtetit për t'u vizituar me ndihmën e të gjithë familjarëve. U vizitova atje. Kam qenë 18 vjeç kur kam shkuar atje dhe jam vizituar. Dhe atje më thanë nuk ka asnjë gjë. Je në rregull. I ka thënë mjekësia e Italisë. Nuk më treguan se unë kisha lindur me probleme, kisha lindur pa mitër. Shumë e komplikuar situata. Tepër e komplikuar situata. U martova në moshën 20 vjeç. I kisha tregu pak a shumë bashkëshortit tim që do lidhja jetën me të, po se kam kaq shumë probleme, nuk e dinte. Por nuk e dija edhe unë. U martova, kur pas një kohe, unë hasa në vështirësi të tjera, që kisha probleme, dhe të tjera probleme me radhë. 2 vite ndenja ashtu. Mas andej vendosa mbas 2 vitesh të bëhem operacion. Të mbaj familjen, të shëndetshme. Po as kjo nuk funksionoi. Sepse kur unë u bëra operacion, bashkëshorti iku jashtë shtetit. Doktori më tha: nëse nuk e ke bashkëshortin këtu, çdo gjë do të shkoj kot. Ai u nis për në Greqi për të punuar, edhe para se të shkonte unë i thash: mos shko, e shikon gjendjen time? Por ai nuk më pyeti. Shkoj. Unë isha e bërë operacion në kohën kur ai ra në burg. Isha e bërë operim, nuk mund të lëvizja. Më merrte në telefon dhe më thonte mos më prit, por martohu me dikë tjetër, se nuk dal më nga burgu.
operacioni më shkoi kot, se ai nuk ishte. Edhe doktori më thonte shko me dikë tjetër, për arsye se kështu ishte problemi im. Nuk bëja kur, thosha jo unë, nëse e disha se do t'ikte, nuk e kisha bërë këtë operacion. Po, ja kështu ndodhi. Nejse, ai u kthye edhe pse isha e martuar, ai kur nuk vinte me mua në asnjë spital. Vetëm kur u bëra operacion, erdhi dhe iku, u kthy në burg. Lindën fjalët e familjes, ku unë isha martuar. Ajo nuk bën fëmijë. Këto skena qa me ba, do me thënë nuk kemi më çfarë t'i bëjmë. E shumë gjëra të tjera. Kisha bërë 6 vite aty, duke punuar vetë sepse bashkëshorti nuk më binte asnjë lloj kokër leku. Në shtëpi nuk interesoheshte për asnjë gjë. Pastaj vazhduan më përbusnin, se nuk jam si të gjithë të tjerët. Me unda nuk doja të mërzisja familjen time. T'i shtoja halle prap. Mbase kisha dal një ditë e u mundosha me të gjitha ato gjëra të rija prap aty. Aty kisha një dhomë ku isha martuar, që binte jashtë e binte brënda, e i them burrit të ikim jashtë të punojmë. Të dy në Greqi se atje kisha edhe njerëz të mi që më ndihmonin dhe pagova taksi e ikëm jashtë. Atje unë mbaja 2 fëmijë, punoja si dado, ai ishte pa punë duke mbajtur unë me rrogën time. I gjetëm punë po nuk shkoke, mas sa ditësh më tha dua të iki për në Shqipëri. Më tha lej fëmit edhe ikëm. Unë isha në punë, s'mundesha të leja fëmit. Sepse ndjeja si kur të ishin fëmijët e mi, thot Eralda. E t'i lej fëmit me dikë tjetër, i thash do me ik, unë nuk lëviz nga këtu. Ashtu veprova dhe nuk lëviza nga aty. Ai kishte shkuar në Shqipëri dhe më thot të shkoj përsëri unë atje. Unë nuk kisha më se më kishte vënë thikën fyt, s'mund të durosha më me gjitha të gjëra si mi bënte. U lodha e nuk mundesha më të vazhdoja dhe i marrë pronares 10 ditë leje dhe erdha në Shqipëri. E kisha vendosur përfundimisht të ndahesha. U ktheva me babin në Shqipëri dhe i thash do të ndahem, dhe babai më thot si të gjithë baballarët e tjerë jo, se kishte frikë se ç'a do të më ndodhte. Opinioni i njerëzve, thashe themet e gjithçka tjetër. Erdha u ndava, mbas shumë debateve, lotëve, se unë i thosha nuk shkoj më tek ai, sot jam beqare, kam humbur besimin në vetvete. Mendoj se krejt janë ashtu. Jetoj vetëm, punoj vetëm, por të paktën punoj për veten time. Faleminderit Tiran që më dëgjove dhe mua, respekte. Në asnjë vend thot s'më kanë dhënë shpresa Tiran, unë nuk mund të bëhem nan, veç inshallah Zoti bën mrekulli. Kjo është historia e Eraldës, që në fakt unë dua të them 2 fjalë. Nga të gjithë historitë e Eralda që unë kam dëgjuar në jetën time, unë besoj në Zot shumë. Edhe unë e di që Zoti bën mrekulli. Nëse Zoti e ka shkruar që pas të gjitha sfidave që ke kaluar në jetë, pas përbuzjes që në fakt njerëzit bëjnë tek këto gratë, tek këto nëna që nuk mund të bëjnë fëmijë, nuk mund të lindin fëmijë, i përulin, u krijojnë depresion, u krijojnë stres, u krijojnë panik në vete. Unë e di që ka një zgjedhje. Zoti ka bërë shumë surpriza të bukura. Zoti ka lënë shumë fëmijë në jetimore që ju mund të kujdeseni. Zoti di të bëj surprizë që mund të bëj edhe nën. Ajo që unë di të them në këtë rast është që besoj vetes tënde dhe buzëqesh.
sepse pas çdo të keqesh ka dhe një të mirë. Unë në kanalin tim kam trajtuar kështu raste, unë të falenderoj shumë që e ndave këtë historinë me mua dhe shpresoj që nga komentet pozitive që do t'i lexosh, ti do të marrësh forcën që të ngritesh në këmbë edhe t'i thuash vetes që unë do t'ja dal dhe unë do të pres pjatën që Zoti e ka servuar për mua.